ta shkrep rastësisht apo qëllimisht para 35 vitesh ande nga qyteti Studenti dhe menjëherë të gjithë shndërrohen në luftëtar të demokracisë. Historikisht, fillimi i dhjetorit që nga viti 90 shënon një lloj ndryshimi pas rënies së Murit të Berlinit dhe fillimin e një epoke të re që ne quajmë demokraci. Por këtu ka një problem të madh. Çfarë konsiderojmë demokraci? Çdo të thotë ta ndërtosh atë apo të ta dhurojnë? Kush e sjell? Si e sjell? Dhe me çfarë çmimi e jeton ata? Këtyre pyetjeve do të përpiqemi t'u japim përgjigje me historianin, profesorin dhe akademikun Ardian Dreca. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëdita, përshëndetje. Atëherë, nisim me një pyetje që mund të duket si shumë e përgjithshme, mund të duket si abstrakte, mund të duket edhe si filozofike, por kam përshtypjen që ja vlen ta sqarojmë që në fillim për të krijuar edhe një lloj konteksti të bisedës tonë. Në kushtet e kësaj botës sotme, çfarë konsiderojmë demokraci? Sparit, demokracia si sistem përfshin mundësinë e përfatësimit të zgjedhjes dhe të ndikimit nga ana e një shumice tek ata që do të zgjidhen dhe do të qeverisin. Pra, vendimmarrja në një farë mënyre është ndikume nga zani, nga vullneti i shumicës. Kjo është një ideal, se vullneti i shumicës edhe aty ku legaliteti është i pranishëm, nuk është 100%, nuk merret 100% parasysh. Pra, demokraci, ka demokraci të mira, mirëfillta, ka dhe demokraci hibride të pavërteta, demokraci ku ka trysni ndaj gjyqtorit, ka trysni ndaj medjave, ka trysni ndaj veçëshni civile, siç është demokracia jonë. Një demokraci e pa arritëm. Në 90-ën ne fillum një aventurë e cila fatkeqësisht për ne nuk ka përfundu mirë. Dhe në fakt unë doja të pyesja pikërisht për këtë demokracinë, për të ardhur tani mbasi folëm dhe pyetjen e parë kisha në përgjithësi në konceptin e demokracisë, për ta sjellë atë në realitetin ton shqiptar të 2025-2026. Si shikoni ju këtë demokracinë ton aktuale? Rikujtojmë për teleshikuesin për shembull që dëgjojmë shpesh të flitet për këtë konceptin e tranzicionit të papërfunduar ende pas 35 vitesh demokraci, ndërkohë që Shqipëria është një vend që kërkon të antarësohet brenda, le të themi, 2-3 vjetësh në Bashkimin Evropian dhe gjitha kjo mbetet për të parë është një pikpyetje e madhe. Por si kontekst, kjo demokracia, asaj të paktën që ne referohemi në Shqipëri në këtë ndryshim vitesh si demokraci shqiptare, ju si e shikoni? Kjo që ne jemi sot është një konsekuencë logjike e asaj që kemi ndërtuar në këto 35 vite. Pse nuk është diçka deus ex machina që kemi një 4 legislatura me një kryeministër i cili është gjithnjë më pak demokratik, me një sistem i cili është gjithnjë më pak i dobët nga ana demokratike. Është një konsekuencë e asaj që kemi filluar keq dhe kemi marru, jenë aty kryer në mënyrë të keqe, pra një tranzicion i pafund. I filluam vitet 91-shin ne filluam shkollën fillore të demokracisë 91-shin si popull. E keqja ishte se mësuesit e kësaj shkolle fillore ishin analfabet nga pikpamja demokratike. Por e keqja më madhe është se vijun, pse edhe vendet tjera kishin një të problema. Përveç Gjermanisë lindore, e cilat u bashku me Gjermaninë perëndimore, zgjidhi në mënyrë automatike shumë probleme sot. Po Hungaria, Çekia, Slovakia, por ato bane diçka se bane një rotacion të menjëhershëm, pra ato që ishin momentin e parë të rrahjes diktaturës nuk najten shumë. Kurse tek ne kemi pas dhe deri para pak vitesh vijojmë kemi figurat cilat i kena marrë zharg për 35 vjet, ose na kanë marrë ata ne për 35 vjet, dhe çka kena pa? Kena pa një urrëtie komuniste kundër komunizmit. Por antikomunizmi është përdorur thjesht si një slogan, nuk ka sjell asgjë. Në 2018 mos u gabosh është një rezolutë e parlamentit që dënon krimet e komunizmit. Çfarë vlerët pa? Ato në 2018 i dënon historia, s'ka nevojë më me ndërhyj parlamenti. Nuk po flasim për shpërblimet, për ish dënumit, nuk po flasim për pronat, nuk po flasim për autoritetin e dosjeve i cili funksionon me rele
kur aty ku intereson politikës funksionon, ku nuk i intereson, nuk i funksionon. Politika sotme, edhe kjo sotme shqiptare, e cila është e mushur me tri, po mendësia është e vjetër edhe këtyre trive, ashtu si e politika për atë 5 vjetra është plot me pleshta dalun prej dyshekut të Enverholz, si mendësi e kam fjalën, jo si prejardhje direkte. Dhe kjo gjë ka bërë që shqiptarët sot ta hupin besimin te demokracia. Kur themi se sa pak njerëz dalin në protesta, pavarësisht se kush i thret protestat, dhe nuk ka pikë rëndësie. Pra skena sindakate është një gjë e turpshme. Nuk ka një shoqëri civile të lirë. Avokati i popullit është i padukshëm. Organizmat tjera të kontrollit janë pa asnjë lloj funksionit real, janë në trysni veçantë, janë të përdorura. Qa thona? Thona se shqiptarët janë të hup gjithnjë më shumë besimin te demokracia, dhe ky konfirmim i këtij pesimizmi vjen nga realiteti i përditshëm i tyre. Se shqiptarët nuk kanë asnjë lloj defekti në krahasim me popujt tjerë, janë poroz, kudo ku shkojnë mësojnë rregullat e demokracisë, e duan demokracinë, e duan përparimin. Vetëm vendin tonë nuk më rrim me e realizu. Dhe fajin se kanë ata, po fajin e ka klasa drejtuese, politika, që është diçka abstrakte në fundit. Nuk është ajo masa. Dhe, profesor, kur flasim këtu në Shqipëri, kur sa herë që hapet ky debati për demokracinë, për gjendjen e demokracisë, shëndetin e saj, gjithmonë e kam fjalën për demokracinë shqiptare veçanërisht, dëgjojmë gjithmonë të përsëritet kjo ideja se demokracia ka të nevojshme rotacionin e pushtetit sa më shpesh të jetë mundur, por gjithsesi që duhet të jetë periodik. Por ama nga ana tjetër, ne kemi parë plot, le të themi, ju e përmendet, për shembull sot kemi në mazhorancë një forcë, një subjekt, një kryeminist që është prej gati 13 vjetësh tashmë në pushtet. Por nuk është, le të themi, një rast unikal Shqipëria në këtë drejtim, sepse ka plot vende të tjera dhe europiane ku kemi parë kryeministra dhe subjekte politike shumë jetëgjata në pushtet. Në këtë sens, doja pyetjen tuaj që a na mban krahasimi apo demokracia jonë është aq, le të themi, e brisht sa që nuk mund të krahasohemi, nuk e di, për shembull me një qeveri laburiste në Britaninë e Madhe. Dhe gjithmonë në këtë kontekst më vjen ndërmend një propozim që e dëgjojmë hera herës, që të ketë një kufizim me ligj të mandateve në Shqipëri, për shembull që një kryeministër apo një subjekt, më tepër një kryeministër, sepse subjekti është dhe në dorë të, le të themi, të votës së qytetarëve. Por një kryeministër mos qëndrojë, le të themi, në detyrë më shumë se sa 2 mandate. Ju si shikoni të gjitha këto ide, këto propozime? Për këtë çështjen e fundit, unë nuk kam kompetenca ndaj kushtetuese, por më duket e pamundur që vullneti i popullit kurzohet me një ligj paraprak, nëse populli e zgjat dikën, pra nuk mund të kufizohet për atë lloj detyrat. Mund të kufizohen detyrat e funksionarëve, po jo prerogativat kushtetuese, prerogativat që rrjedhin drejt për drejt prej kushtetues. Se ky do të ishte një kufizim i cili do të kompromitonte atë që është rendi shoqëror dhe rendi politik, dokumenti kryesor të rendit shoqëror dhe rendit politik që është kushtetuta e një vendi. Ajo që thamon është që ka një dallim mes një demokracie formale, e cila është legale, nuk e di, Hungari, Venezuelë, Nigeri, ka regjime legale, nuk janë legale, dhe legitimitetit. Këtë nuk ka një dallim që e kam shpjeguar fatkeqësisht, po është një dallim i vjetër, që është në vitet 20 shekullit i kaluar. Ky sistem që ne kemi sot, edhe kjo qeveri sigurisht është legale, por është gjithnjë më pak legjitime. E keqja është se në mënyrë legale, ky legitimitet nuk mund të fitohet, pse kemi një kod zgjedhor, kemi një sistem partish, i cili nuk lejon që zgjedhësi, që votuesi të mund të ndërhyjë, të ushtrojë vullnetin e vet politik për ndrimin e këtij sistemi. Pra ata e kanë blindu nga ana formale, dhe nuk ke se çka ti thush. Se e ka bërë parlamenti, edhe me bashkëpunimin e opozitës. Unë nuk du me hi në ato çështje pazare, se nuk merrem me këto gjana, por sigurisht a bë me një majorancë të cilësuar. Dhe sot jemi një pikë që këto 4 mandate, si thush, i meritojmë prej kësaj politikë që kemi, dhe
unë e shoh të shtia, nesër po të shkoj me votu. Vetëm një reagim i thellë popullor për i pakëndësisë. Pse e hub gjithnjë më tepër legitimiteti ky lloj sistemi? Pse nuk ka besim? Njerëzit tek ne nuk kanë besim tek ky sistem. Ky sistem që kemi sot politik, ku bëjnë pjesë edhe opozita bën pjesë, në ata përmasat që i lejon sistemi, ka zhvesh demokracinë për ati besimit natyrshëm që njerëzit duhet të kenë tek sistemi demokratik. Pra, ka kapitalizu frikën e qytetarit për me mjetu, me pas një mirëqenie, me pas një vepunët, me pas një lloj përkrahje, me po kjo gjë e myt, herët avon e myt demokracinë. Plus kësaj, tek ne kemi një problem tjetër, që sistemi, shteti, ja dorëzu krimit organizuar. Këtu kemi ministra, zërënës kryeministra, politikan që vazhdimisht përmenden për e gjyqësorit i cili nuk funksionon keq, funksionon pak, dhe hanë herë mas herët një trysni dhe presion të pazakont për një vend demokratik. Pra, është një sistem i kalbun, i cili nuk mund të hidhet me mjete tjera, vetëm me mjete demokratike, po këto mjete demokratike janë kufizu në mënyrë shumë me një urtësi diabolike, për e atyne që këtë sistem e kontrollojnë të katër legislatura, ma tepër. Profesor, doja ndihmën tuaj për të kuptuar, ne të cekëm pak, ka plot protesta, apo organizator protestash, por nuk shikohet ndonjë masivitet, ndonse ofruesit e këtyre protestave, le themi, janë të ndryshëm. Nga Sali Berisha me forcën më të madhe opozitare deri te subjekte të tjera. Dhe është gjithmonë kjo pyetja, pse nuk reagojnë shqiptarët, pse nuk ngrihen shqiptarët në protesta? Dhe këtu gjejmë interpretime të ndryshme. Ka interpretime, për shembull, që mendojnë se dhe i përkasin më tepër logjikës së ngushtë politike, ka njerëz që këtë e shpjegojnë me faktin që në perceptimin e qytetarëve shqiptar, e djathta apo e majta janë një, bashkëpunojnë me njëra tjetrën për interesa të vetat, e të ngjashme si këto. Ka njerëz që mendojnë që nuk ka realisht një ofertë të vërtetë që t'i bindë qytetarët që të dalin dhe të reagojnë, ndërkohë që ka dhe njerëz të tjerë që mendojnë, dhe këtu e vendosin shumë njerëz theksin për hir të së vërtetës, që shoqërisë tonë i mungon një lloj ndërgjegje qytetare për të reaguar ndaj së keqes. Juve çfarë ju bind nga gjithë këto? Mund të ketë edhe arsye të tjera, nuk dua të kushtozoj përgjigjen tuaj, por unë thjesht më dova të bëj një përmbledhje të asaj që dëgjojmë më shpesh. Unë mendoj se arsyet, dhe këtu arsyetoj vetë si qytetar, arsyet për cilat qytetarë shqiptar do të dilnin për me protestu, nuk janë arsyet për cilat ato që kërkojnë protesta dalin, mëtojnë me nxjerr qytetarë shqiptar në protesta. Arsyet janë krejt tjera. Qytetarë shqiptarë nuk dojnë me marrë poste, me shku në politik, mundësisht me bëjnë një rotacion mes një korrupsionit me një korrupsion tjetër, pse vetëm këtë kena pa në 35 vite. Ky rotacion i fundit është shumë i gjatë dhe kanë met persona të cilë kanë dhënë prova në qeveritë e mëparshme që janë të korruptuar dhe nuk janë të ndershëm dhe nuk i shërbejnë kombit, as popullit, presin dhe e kanë pa mundën ose kënaqen me mënyra tjera shpërblimit nga ata që janë në qeveri. Qytetarë shqiptarë vujnë sot për një farë pasivitetit, se ti jesh aktiv politik duhet të kesh besim të dikush. Këto që dalin sot mos m'japin asnjë lloj. E kam fjalën për të rritë, se kam fjalën për Sali Berishën, se e kuptoj. Rasti i tij është krejt i veçantë. E kam fjalën për këto të rritë. Asnjë prej tyre nuk tjet një shpresë. Një shpresë veçantë, pse arsyet e tyre, frymëmarrja politike që kanë është tepër e ngushtë, e paplot. Përveç kësaj, mungon edhe një karizëm, duhet me prit një moment kairotik në cilin dalë një person me karizëm, i cili thotë që këtë opozitë e ndërtoj unë me frymë të re, me ideale të reja politike. Ju po shihni programet e partisë që është në qeveri dhe partisë që është në opozitë. Çfarë lloj dallimesh shihni? Kanë një njëjtat objektiva, me hyrë në Europë, një lloj shtetit social, një mbështetje investime, nuk ka nga ana programatike, flitish për një djathtë të majtë Shqipëni është iluzion optik.
E vetmja gjë është tek personat, kush t'jep besim dhe kush nuk t'jep besim. Nëse kjo qeveri nuk i ka dhënë besim qytetarëve, sa është një polici e korruptuar, një gjyqësor që tentohet mu kontrollu, funksionat shtetit cilët janë të korruptuar deri në palc. Kuptohet, jo të gjithë, se ka njerëz të ndershëm dhe ka pasur në 35 vjet. Por pse duhet të dalun aty? Ato që janë vrarë me 21 janar, ato të shkretit, po t'ishin sot gjallë, menoni se do të dilin prap me protestu në shesh për me mbrojt Edi Ramën, me që Edi Ramën me majtë pushtet? Jo. Sa është një budallek. Pra, kemi hup shumë për ati propellentit, ati entuziazmit i cili demokracinë e man gjallë. Mjetet janë shumë të pakta për me nërhy, dhe që ka me qytetarëve shqiptarë? I ka met rruga ma e keqe e mundshme me ikë me braktisë Shqipërinë. Dhe ju e shihni vetë, nëse ky kryeminist thotë se ka suksese, le t'i ballafaqojnë sukseset e tija me numrin e qytetarëve shqiptarë nën 50 vjeç që kanë lënë Shqipërinë në këto 4 legjislatura. Aja suksesi i tij. E kuptoj. Ju profesor përmendet pak më herët rënien e komunizmit. Në fakt ne dëgjojmë hera herë se nuk ka rënë asgjë më shumë se sa busti i Enver Hoxhës. Nuk e di sa pajtoheni ju me këtë. Gjithashtu sa herë që vjen dhjetori dhe kujtohet lëvizja studentore, unë e përmenda pak më herët në nisje të bisedës, shikojmë këtë fluksin e fotografive në rrjetet sociale dhe duket sikur të gjithë në një farë mënyrë dëshirojnë të jenë protagonist ose të paktën të deklarojnë se kishin një rol në ato lëvizje. Dhe kur flasim për rol dhe protagonistin në lëvizjen e dhjetorit, automatikisht mendja të shkon tek Sali Berisha, pretendenti, le të themi, që mendon dhe i mshon ides se ishte ai në krye të gjitha asaj lëvizje studentore. Ju si shikoni gjithsa unë mundova të përmbledh dhe rolin e zotit Berisha në këto zhvillime? Mund t'ju them diçka, unë kam pas rastësia ka dash, nuk kam qenë dhjetor të 90 Shqipëri, por rastësia ka dash që me 28 nëntor 1990 t'jem një avion me Sali Berishën, unë po lija përfundimisht Shqipërinë, ai po shkonte në Pisa, mos u gaboshën në një kongres mjekësie. Sigurisht, në atë kohë, ka qenë një person që ka ngjall shumë besim, entuziazëm, për atë sa është njohur. E kam fjalën para dhjetorit 90, për atë sa njehej. Unë s'kam pas kur asnjë lloj miqësie as kontaktit me Sali Berishën, as se kam frekuentuar. Mund të them se në fazën e parë ka bërë një punë shumë të mirë, të shkëlqyeshme për ramjen e regjimit. Ma tepër, si do të kishte shpëtu Sali Berisha nga hija vet? Nëse 92-shin do të kishte dorëzuar Qelsat, ose 93-shin, nuk do të kishte mrit 96-ën në atë pikun e autoritarizmit dhe sidomos 97-ën që është një ndër njollat më të mëdha të mas 1914 rebelimit 1914, 97-a një ndër njollat më të mëdha të kombit shqiptar. Asaj që na vanol ne, një fatkeqësi për gjithë. Faza e parë, problemi i politikanëve është se nuk e din, shumica e tyre nuk e din se kur duhet të tërhiqen. Ata që janë politikanë mirëfillt dhe kanë një ndërgjegje politike, një formim tërhiqen, din mu të se kemi Çorshidhin, kemi personazhe që kanë ditë kur mu të tërheq, kanë ditë edhe kur me. Këta tonë nuk din se kur tërhiqen, pse janë derivatet një epoke që nuk ka asgjë demokrati, janë derivatet komunizmit, si mendsi. Jo se e dun sot komunizmin, se prej këtij regjimit kaotik pseudodemokratik kanë përfituar gjithë. Edhe ky nuk ka s'ka lidhje me komunizmin ky regjimit. Unë kam jetuar kohën e komunizmit dhe po të thoja se nuk ka ndryshuar asgjë, do të relativizoja atë që ka qenë një ndër diktaturat më të ulta, më të njerëzore që ka pas komunizmi i Europian perëndimor. Ky nuk ka asnjë lidhje. Por gjithsesi njerëz nuk du me bë objekt Sali Berishën se ai është një pjesë e hallkave. Po shumica atyre që kanë qenë pushtet deri para pak vitesh kanë qenë dhe janë derivatet një kohës komunizmit. Të gjithë ne që kemi lind në atë periudhë dhe jemi rrit, jemi formuar një farë mënyrë të jemi derivatet asaj epokë. Kanë kalu 35 vjet, janë bërë 35 vjeç ata që kanë lind në 90-ën. Duhet ta marrin ata në dorë.
nuk duhet kemi mo as Edi Ramën, pra ai rotacioni duhet të ishte natyral mrena partive në bazë një demokracie partijake. Dhe mos të vareshim nga një person i cili nuk qeveris në bazë të arsyes, qeveris në bazë tekave të tia dhe të megalomanisë. Për këtë është bëj urryshëm për i shqiptarëve. Dhe cilat janë figurat e kësaj lloj qeverisje. Figurat tipike të kësaj lloj qeverisje nuk janë ata të vjetrit që pak a shumë kanë ikë tashmë nga qarkullimi, po janë të rit. Erjon Velia është një figurë që përfaqëson politikën e re, politikën e këtij lloji, ose ai Benet Besi në Shkodër o të tjerë, këta janë figurat e reja. Pra, ky janë maksimumi që mund t'japin sistemi Edi Rama. Jo më tepër. Të dy më vjen ndërmend tani si reagim, të dy me probleme me drejtësinë. Njëri është në qeli, një tjetri është thirrur le teme dhe ka çështje që po hetohen. Po për te kësaj profesor, ju jeni antar i Akademisë së Shkencave, jepni mësim në Itali gjithashtu. Nëse studentët tuaj italianë do e pyesnin për Shqipërinë e ditëve të sotme, për demokracinë shqiptare e ditëve të sotme, si doja u përmbledhnit atë? Është një demokraci që përpishen e me ndërtu, se gjithë shqiptarët kontribuojnë të ajo demokraci. Ka njerëz që shqiptarët e dojnë lirinë, nuk dojnë me kënë shtypur, nuk dojnë t'jenë në përkamun prej politikës, prej shtetit, pra t'i merren taksat dhe mos i jepen shërbimet, t'jenë të përbuzun, mos t'kenë të drejta, t'kenë kufizimin në lëvizjen e lirë, se të kufizum janë, të bëjnë pjesë në Europë. Jena një kombë gjithsesi i ri, kena pas një fat shumë të keq që në shekullin 20 kena kalu në për atë diktaturën matë urryshme, në matë këqia të Europës. Dhe sot e ne nuk e kena gjetë rrugën tonë. Meritojmë diçka më tepër si popull. Si ne, si shqiptar tjerë që janë rretherrotu, jashtë Shqipërisë politike, se flasë. Unë kisha në mend të pyesja për, le themi, për këtë statusin, për këtë gjendjen e forcave kryesore në të politikës në Shqipëri, po jo pak a shumë dhatë përgjigjen kur theksuat mungesën e rotacionit të brendshëm e qarkullimit të elitave, dhe kam përshtypjen që nuk është se mbetet shumë për të shtuar në këtë drejtim. Ndaj doja të pyesja, profesor, flasim pak për demokracinë përtej Shqipërisë. Në rang botëror, si sistem i qeverisjes së shteteve dhe vendeve të ndryshme, duket ndonjëherë t'jep përshtypjen sikur demokracia është në një lloj krize. Ka një lloj pikpyetje nëse është më sistemi i dur. Kemi dëgjuar gjithmonë të thuhet se është sistemi më i mirë, jo perfekt, po më i miri që kemi parë ndonjëherë si shoqëri njerëzore. Por, le themi, po ngrihen gjithmonë më shumë pikpyetje, ose të paktën dëgjojnë gjithmonë e më shumë pikpyetje, nëse është ky sistemi më i mirë që mund të kemi, apo realisht do duhet të shikojmë mundësinë për një sistem të ri, për diçka të re, flitet gjithmonë për këtë nevojën e një sistemi të ri. Ju si mendoni, a ka hapësira për të gjetur diçka tjetër më të mirë njerëzimi, pra si sistem qeverisës, apo realisht nuk kemi një opsion më të mirë sa py? Ne isha do të kemi parasysh. Asnjë prej opsioneve që kemi sot dorë nuk është më i miri. Kjo do thotë se ai dyshimi nëse kjo demokraci, flasim për demokraci parlamentare, dyshimi që është në krizë, ka probleme, mund të formulohet të unis prej dy qëndrimeve. I pari është ai që nis prej viteve 20 me Republikën e Weimarit. Carl Schmitt është një prej ideologëve, ideuzëve të formuluesve të këtij dyshimi rreth demokracisë parlamentare. I dyti është një dyshim i cili lind në mënyrë natyrshme për gjithë atyre që e frekuentojnë dhe e dojnë demokracinë, se duhet të jemi një tension të vazhdueshëm për përmirësimin e formave dhe të përmbajtjes së kësaj demokracie. Pra, nuk ka qëllimi me gjetë një sistem me shpik diçka tjetër që nuk ekziston, si të ishim gjeni një element tabele e Mendelejevit. Çështja është të perfeksionojmë një sistem i cili
përfaqëson vullnetin e përgjithshëm të njerëzve, i siguron shumicë një gjendje ku shumica mund të jetë në mënyrë normale të gjejnë lumturinë e vet, të jetë e kënaqur, si nga ana subjektive ashtu edhe nga ana objektive. Kriza, një për elementat të krizës për mua është rramja e idesë politike në favor të një governance, në favor të një ideve që janë të lidhura me teknologjinë, janë të lidhura me financën, janë të lidhura me sektor të cilët nuk kanë lidhje me idetë politike. Dhe këtu hyn edhe mungesa e pjesëmarrjes intelektuale në politikë. Unë në politikën shqiptare nuk shoh në mënyrë aktive asnjë intelektual. Nuk flas intelektual njerëz që kanë një diplomë xhep, flas për intelektual, për njerëz të cilët kanë përgatitjen, dijen e duhur, por nëshmërinë e duhur që mu sakrifiku për ato ideale të cilat i shpalosin me gojë. Që xhanoll edhe pak a shumë në vende tjera, zakonisht kemi njerëz të rëndomtë, të cilët qeverisin dhe me ide të rëndomta mundohen me vu arna aty këtu, me bë lëshime edhe aty ku nuk bën lëshime, kemi rastin e Ukrainës, thështi, dhe me një populizëm, me borxhe, me investime të cilët bajnë të kënaqur aty për aty njerëzit, me pane me circenses, si thonin antikët, pra ty bat lumtur me pak e gjanë njerëzit, me ecë përpara, me majtë pushtetit dhe me ecë përpara. Demokracia është në krizë pse ideja politike është në krizë. Dhe politike ne ka të zëvendësu diçka tjetër që nuk është e lidhur me arsye politike, është e lidhur me arsye teknike, është e lidhur me financën, është e lidhur me kapitalin. Nuk kena në qendër, po të kishim politiken, idenë politike dhe qytetarin në qendër, besoj se besimi të demokracia do të restaurojë një formë nëndë. Dhe pikërisht të ky konteksti politikës dhe kapitalit në rang global, pyetja e fundit që kam për ju, profesor, është si shikoni këtë strategjinë e re amerikane që kërkon të rimarrë frenat e botës, ndonse me një lloj spostimi të vëmendjes nga Europa si prioritet për interesat e veta nga Europa në pajësor, ndërkohë që Kina gjithmonë më shumë si një aktor global kërkon që tregun aspektin ekonomik, pra paran, ta shfrytëzojë në favor të vet. Mendoj se e kam thënë edhe herë tjera, është tepër e gabuar nga ana atyre që sot kontrollojnë politikën amerikane me trajtu Europën si diçka parazitare, diçka dështueme dhe diçka që duhet shkatërrohet. Shkatërrohet nga ana metaforike, por edhe politike si Bashkim Evropian. Jo se duhet jemi të gjithë bashkë kundër Kinës, as kundër Rusisë, se nuk do t'ishte ky ideali, por ka një farë dialektike, dhe në këtë dialektik Europa është në mënyrë natyrshme në krajin e qytetënimit perëndimor, i cili si demokraci përfaqësohet nga Amerika. Megjithatë, kam besim se Trumpi është një njeri i përkohshëm dhe do të kalojë Trumpi dhe Amerika do të kthehet, do të bëhet e madhe, ashtu siç ka qenë dhe siç është. Pa këto lloj idenash bizarre dhe dëmshme. E kuptoj. Kemi mbritur në fund të minutazhit, profesor Ardian Dreca, falenderoj shumë për gjithë analizën tuaj në këtë 35 vjetor të demokracisë shqiptare. Ju falenderoj. Ne të nderuar teleshikues, shkëputemi vetëm pak publicitet dhe rikthehemi më njëherë.